Në radhë parë, mirë se keni ardhur të gjithë, i pa harruar qoftë kujtimi i klerikut Marko Moçka, njeriu tuaj të familjes, gjyshit tuaj. Sot është një ditë e veçantë sepse është hera e parë që do të sjellim në vëmendje për kujtimoren e ndërtimit të kësaj vepre monumentale, të këtij busti që sjell në vëmendje tek banorët e zonës, por edhe tek të gjithë ata kalimtarë që kalojnë dhe frekuentojnë të zonë, figurën e madhe dhe të lartë të klerikut Marko Moçka. Kam përgatitur dy fjalë, jo se më duhej një letër, por doja të isha më e qartë dhe më koncize me figurën dhe me atë çfarë ka bërë ai. Përpara se të lexoj këto dy fjalë, dua të bëj një falënderim të veçantë lidhur me figurat që kanë kontribuar dhe kanë vënë dorën e tyre për realizimin e kësaj vepre kaq madhështore që sot duket dhe them me bindje të plot dhe pa hezitim që është një nga veprat monumentale më reale, më afër figurës së Marko Moçkës, pra figurës që është përshtatur tamam ashtu siç ka qenë ai vërtet. Një ndër personazhet kryesorë që kanë ndihmuar në realizimin e këtij busti është zoti Mjuzafer Elezi, është nënkryetari i Këshillit Bashkiak të qytetit të Vlorës, të bashkisë së Vlorës, i cili jo vetëm ka qenë një ndër votuesit me zë të lartë të kësaj vepre, por ka qenë ai që ka bërë një analizë të thellë historike, analitike lidhur me figurën dhe pse duhet që figura e Marko Moçkës të personalizohej dhe personifikohej në një bust, në një vepër monumentale të tillë. Prandaj në emër të familjes dhe në emrin ton, timin dhe të arditit që jemi marrë me këtë realizim të kësaj vepre, të themi faleminderit me zemër dhe të vazhdojmë të bëjmë punë të mira si këto. Në krahun ton kemi edhe kryetarin e fshatit, zotin Konstantin Kostaj, i cili ka qenë sigurisht promotori i parë i dhënies të letrës për realizimin dhe duartrokitjes me të madhe dhe thënies po për realizimin e kësaj vepre dhe na ka mbështetur në çdo hap dhe në çdo rrugtim që kemi pasur brenda këtij territori për të realizuar dhe për të sjellë në piedestal të gjitha figurat historike kombëtare që kanë dhënë kontribut jo vetëm në anën fetare, siç kemi kleriku në këtë rast, por që kanë zbardhur faqen e historisë dhe kanë ndihmuar në bashkimin e trojeve shqiptar dhe në mbështetjen e pavarësisë së Shqipërisë. Do të them dy fjalë për klerikun dhe pastaj do t'ja kaloj fjalën me kënaqësi zotit Mjuzafer Elezi. Ne shpesh e thrasim Marko Moçka, por ai në të vërtetë është fener i dritës shpirtërore dhe patriotike. Në faqet e historisë sonë kombëtare shpirtërore, figura e klerikut Marko Moçka ngrihet me dinjitet dhe përkushtim të rrallë. I lindur në porot një trev me rrënjë të thella atë dhe dashurie, ai u formua si një ndër zërat më të ndritur të besimit, kulturës dhe identitetit kombëtar. Në një kohë sfidash të mëdha për popullin shqiptar, Marko Moçka nuk ishte vetëm një shërbestar i Zotit, por edhe një misionar i ndërgjegjes kombëtare. Fjalët e tij predikonin nevojën për qëndresën, për arsimin, për ruajtjen e gjuhës dhe traditave shqiptare, me mençuri, maturi dhe një përkushtim të pakompromis ndaj së vërtetës. Ai u bë modeli klerikut që shërben jo vetëm për kishën, por edhe kombit. Figura e Marko Moçkës është një dëshmi se kleriku shqiptar ka qenë shpeshherë jo vetëm udhëheqës shpirtëror, por edhe kalorës i idealit kombëtar. Nga altari i kishës ai fliste për dashurinë, por edhe për lirinë, për besimin, por edhe për drejtësinë. Sot emri i tij duhet shkëlqejë në kujtesën tonë si simboli një brezi që e deshi Shqipërinë pa kushte, që e mbrojti fen pa frikë dhe që jetoi me dinjitet në shërbim të një ideali të lartë, Zotit dhe atdheut. I paruar kujtimi i tij. Do t'i jap fjalën zotit Mjuzafer Elezi. Të nderuar miq, të nderuar pasardhës të patriotit dhe klerikut të Marko Moçka, ju përshëndes. Më lejoni që në emër të Këshillit Bashkiak, të gjitha anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe në emrin tim personal, t'ju shpreh nderimet tona si përfaqësues të zgjedhur të pushtetit lokal për figurën e Marko Moçkës, gjyqit tuaj. Ne në Këshillin Bashkiak jemi nga forcat ndryshme politike dhe kemi qëllim që të marrim vendime për të rritur cilësinë e jetës së qytetarëve dhe për të nderuar figura dhe personalitete të cilët kanë lënë gjurmë në histori. Kur erdhi puna për patriotin dhe klerikun e madh Marko Moçka, ne u bëm gjithë bashkë, sepse për njerëzit, figurat të cilat kanë lënë emër, të cilat i kanë shërbyer kombit, nuk i përkasin asnjë subjekti politik. Ata i përkasin një parti dhe vetëm që është Shqipëria. Dhe nga sot dhe në vijim
emri i Marko Moshkës, lavdia e tij do të transmetohet brez pas brezi. Pavarësisht se ky është një nderim i vonuar, unë do të dëshiroj që të ishte bërë shumë herë më parë, por asnjëherë nuk është vënë. Kështu që unë dëshiroj që t'ju shpreh urimet më të mira juve, pasardhësve. Ai tashmë nuk është më vetëm ju ai, po është i gjithë kësaj treve, i gjithë Vlorës dhe i gjithë Shqipërisë. Nderime, respekt, mirënjohje për emrin dhe kontributin e klerikut Marko Moshka. Faleminderit. Faleminderit Mirzo, tani fjalën e ka kryetari i fshatit, zoti Konstantin. Unë nisëm për të bërë kërkesën për të prur punën e Marko Moshës këtu në vendin e tij. Kishim parasysh kontributin e Marko Moshës. Thjesht. Në 1910 vjen një institucion në Porë që në Porë, për në zonin nuk ishte institucion që njerëzit bashkoheshin, njerëzit të flisin, njerëzit të merreshin vesh me njëri tjetrin. Këshilli Bashkiak, unë e falenderoj Këshillin Bashkiak i cili unanimisht e aprovoi kërkesën tonë. Dhe në mënyrë të veçantë fëmijët e niprit mesat që dhanë kontribut të çmuar për prurjen e busit Marko Moshkës në fshatin tonë. Jemi fshat, dhe kemi qenë dhe jemi fshat patriotik, fshat që e mbështesim zhvillimin, fshat që e duam edhe i duam njerëzit që i japin kontribut të rëndësishëm dhe kanë dhënë, edhe jemi fshat që kemi dhënë kontribut, sikurse nëse kemi një bust këtu, kemi dhe një lapidar aty matan. Kemi një bust i komandon i qetës Mirzo Qesh. Dhe si fshat, ne prum një vlerë të shtuar të fshatit dhe ju e ju falenderoj për kontributin që keni dhënë për prurjen edhe t'i them i paruar qoftë kujtimi i tij, edhe me vepra të tillë të vazhdojmë zënë ne, edhe ju, edhe ai pushteti lokal. Faleminderit. Faleminderit Konstantin. Mariana do të flasësh dy fjalë, besoj si një nga motorat kryesor të realizimit të kësaj vepre, kryesisht me mbështetjen e motrave. Atëherë, unë emër të motrave të mia, që ka qenë mbështetja më kryesore që unë kam nisë këtë rrugtim, e kam ngritë figurën e gjyshit tim nëpërmjet Këshillit Bashkiak. Kjo figurë nuk është vetëm figura ime, prandaj e kam bë këtë gjë, se mund ta merrsha një fotografi edhe ta njihsha që ky ishte gjyshi im edhe mund ta masha ke shtëpia. Por më vite shumë keq që ta lej ke shtëpia një figurë kaq të tillë që i duhet si Shqipërisë për të qenë tamam se si ka qenë vlera e ngritjes së flamurit, edhe për të mësuar edhe brezat e ardhshëm historinë e Shqipërisë. Edhe prandaj i kam vënë detyrë vetes time që du ta çoj këtë histori deri në fund, se nëse do më jepet mundësia, sepse nuk du që t'ja lej brezave të mi. Jeta ime tani sa po shkon, unë nuk do vdes kur derisa të plotësoj dëshirat e mia që kam për gjyshin tim. Unë për këtë jam shumë e kënaqur, falenderoj kryeplakun e fshatit, gjithë fshatin këtu të gjithë që e kanë mirë pritur këtë investim, edhe pse janë pak njerëz e kanë mirë pritur, se e njohin shumë mirë, nuk e njohin brezat e rinj këtu, ndërsa brezat e vjetër e njohin shumë mirë. Falenderoj zonjën Anila e Ardi që më kanë mbështetur te ky rrugtim. Anila i ka bërë një vjersh që ja ka dedikuar gjyshit tim, e hapa derën baba, po askund nuk të gjeta. Kërkova nënën baba, por as atë nuk e gjeta. U gjenda i vetëm baba, i veshur me mantelin e gjatë, në ëndër më ishe shfaqur pa dashur, më kishe putur dorën, zemrën ma kishe bë dhurat. Emrin ma kishe vendosur, bashkë me merakun e nënës, kisha trashëguar nga ty amanetin e zemrës. Kur të vdes më patë thënë më mbuloni në një kodrin, ku lulet e mia për mbi varr të mbajnë era trëndelin, dhe kujdes me emrin që të dhash, ta mbash bashkë me krenarin, ti je i mbir Marko Moshka, i dhurat për Shqipërinë. Amanetin se tredheu, bëj kujdes me Perëndin. Të kam lënë amanet nënën tënde dhe kujdes biri im qumshtin e gjirit që ke pirë, pran meje kur ajo të vdes le të prehet mbi lëndin. Ti lufto bir, lufto, bëj krenar Shqipërinë. Gjyshimi mrekullueshëm. Bravo.